Sulmoi një polic në një lokal në parkun e qytetit të Shkupit e më pas u arrestua. Bëhet fjalë për një person nga Nigeria me pasaportë amerikane, i cili u arrestua dje në orët e para të mëngjesit. Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit janë gjetur armë dhe municione për të cilat nuk kishte leje. Më 21 dhjetor të vitit 2025 në orën 4:30, para një objekti hotelierik në parkun e qytetit në Shkup, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme në Shkup e kanë privuar nga liria personin me iniciale UIU, 37 vjeç nga Nigeria, me pasaportë dhe letër njoftim amerikan, për shkak se ka sulmuar fizikisht një zyrtar policor, i cili po kryente detyra zyrtare. Gjatë kontrollit ndaj tij janë gjetur dhe sekuestruar një pistolet Glock, 2 karikator dhe 30 fishek, për të cilat nuk posedonte leje. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pësoj parashtresë përkatëse. Nga Prokuroria Themelore Publike Shkup sqarojnë se ai shkaktoi lëndime trupore policit dhe më pas poshtë. Gjatë kontrollit u gjet një pistolet gjysmë automatike Glock me kalibër 9 mm, si dhe 2 karikatorë me nga 30 fishek. Pasi u vërtetua se shtetasi huaj po qëndronte në një hotel në Shkup, prokurori publik mori një urdhër kontrolli dhe në dhomën ku po qëndronte i dyshuari u gjet edhe një sasi e madhe armësh dhe municionesh, një tjetër pistolet Glock, 3 karikatorë me nga 15 fishek secili, 75 fishek shtesë në qese me zip, një set për pastrimin e armëve, 3 thika, si dhe sende të tjera, doreza taktike, mbështjellës dore, kordon USB dhe dokumente letre, për të cilat është lëshuar një mendim ekspertize. Prokurori publik kërkoi nga gjyqtari i procedurës paraprake të përcaktoj masën e paraburgimit për të dyshuarin pasi ekziston rrezik real për aratisje, mundësia e ndikimit në procedurë dhe fshehjes së provave, si dhe rreziku i kryerjes së një vepre tjetër penale. Për rastin në fjalë kërkuan përgjigje edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme se a kanë informacione për personin dhe cilat janë arsyet për ardhjen e tij, por deri në këtë edicion të lajmeve nuk morëm përgjigje.